nuk janë personazhet e njëjta të viteve 20 tash në skenën politike. Ka kaluar ajo epokë, por sidoqoftë rikthimi në kontekstin që e theksuat ju i deklaratës Trumpit edhe për çështjen e pazgjedhur të Kosovës me Serbinë, siç cilësohet, nënkupton thjesht një vëmendje më shtuar në politikën e jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, një vëmendje më shtuar ndaj Ballkanit. Kam përshtypjen se këshilltarët e Trumpit, cilët e kanë këshilluar ta shkruajnë këtë tweet, nuk janë ata që njohësit më të mirë të Ballkanit. Kosova është edhe problemi shqiptaro-serb, nuk është aq i mavijosur sa që të krahasohet e të futet në rang të problemeve më të mëdha botërore aktualisht. Është më tepër një alarm në një gati thjesht i stisur. Çështja shqiptaro-serbe ka filluar ç'është e vërteta të marrë zgjidhjen e vet të duhur në qershorin e vitit 99, është përmbyllur largimi i Serbisë në cilësinë e kolonisë që ishte në Kosovë si pushtuese moderne. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë meritën e vet të jashtëzakonshme për këtë çështje. Ndërkaq problemet e mbetura që kanë të bëjnë me paqen në Ballkan nuk janë çështje vetëm shqiptaro-serbe, por Serbia ka probleme me gjithë fqinjet e saj, sidomos me fqinjet ndaj të cilëve ka pretendime territoriale. Po, Serbia ka pretendime territoriale ndaj Kosovës, bëri prova që ta bëj akt kryer pushtimin e veriut më 24 shtator të vitit 2023, e ripërsëriti në një formë të luftës moderne hibride me ndërhyrje në nëntorin e vitit 24, por ka dështuar dhe dështimin tashmë e kanë të njohur. Situata në veriun e Kosovës është krejtësisht normale, brenda kuadrit ligjor dhe kushtetues, ka shtrirje të plotë të sovranitetit atje, ka sundim të ligjit atje, dhe qytetarët kanë filluar të integrohen në kuptimin më pozitiv të fjalës. Qytetarët serbe kanë fjalën si minoritet që janë atje aktualisht. Natyrisht edhe shqiptarët e larguar në shkurt të vitit 2000 nga qyteti i tyre, nga shtëpitë e tyre në pjesën sidomos veriore të Mitrovicës, bëhet fjalë aty për 15.000 qytetarë të larguar, kanë filluar të kthehen gradualisht në banesat dhe shtëpitë e tyre, jeta po normalizohet. Çështja është se pse erdhi ky Twitter në këtë situatë. Unë kam përshtypjen më shumë se ka të bëj me një taktik të jashtëzakonshme të ndonjë prej këshilltarit të tij, të Trumpit, për të dëshmuar se terrenet në të cilat ka zhvillime galopante, mos harrojmë faktin që më duket që lufta në Ukrainë ishte arë më fort se sa që pretendohej në deklaratat para se të rikthehej në shtëpinë e bardhë Donald Trump. Ju kujtohet se ai pretendonte se brenda një periudhe të shkurt, përmendte edhe 24 orëshin do ta shuhej luftën e tjerë, por realiteti është krejtësisht tjetër. Ndërkaq tashmë është e qartë se lufta mund të vazhdojë edhe vite të tëra, por nuk është vetëm një vatër tashmë e luftës. Ndërkohë kemi vatrën tjetër jashtëzakonisht të nxehtë ku kontrolli gjeopolitik është gati thujse i pamundur, e kam fjalën për luftën Izrael-Iran, dhe në këtë situatë është e vetkuptueshme që ndërhyrja për një marrëveshje paqësore mes Serbisë dhe Kosovës është më e lehta, e mundshme, e realizueshme dhe edhe mund të ndodhë. Prandaj kjo deklaratë duhet mirët seriozisht nga pala shqiptare, nga qeveria e Republikës së Kosovës, kjo ekzistuesja dhe tjetra që do të pritet të krijohet
në ditët në vijim. Por çështja është se si do të reagohet pastaj, sepse kemi të bëjmë me një personalitet politik pa parashikueshëm. Tashmë dihet se edhe partneri më i fuqishëm në luftë në Ukrainë u trajtuan në mënyrë të papëlqyeshme fillimisht. Le të kujtojmë atë skenën e papëlqyeshme në shtëpinë në zyrën e Vale të Zelenskit me Trumpin. Përsëritjen e po të njëjtës skemë me udhëheqjen e Afrikës së Jugut. Unë nuk do të them që ka kaluar edhe Friedrich Merz në mënyrën më të mirë të mundshme siç e përshkruan një pjesë e mediave gjermane. Ka dhe media tjera që përshkruajnë që kanë shprehur hapur se janë shumë të kënaqur që nuk ka ndodhur ndonjë skandal. Por duhet kemi parasysh që nga 48 minuta sa zgjati ajo bisedë, 44 minuta në fakt kishte folur Donald Trumpi dhe për tema që nuk kishin fare të bënin me raportet me Gjermaninë. Ky është personaliteti i Trumpit dhe me këtë personalitet do të kenë punë në vitet në vijim spaku deri në fund të këtij mandati që të gjithë udhëheqësit e shteteve të ndryshme. Halli i Kosovës dhe i Ballkanit është se duhet të bashkëpunojnë edhe me këtë personalitet që ka ardhur në shtëpinë e bardhë. Mënyra se si do të qasemi ne bashkëpunimit është krejtësisht pastaj ajo që e përcakton lëvizjen pozitive, krahun pozitiv të procesit tonë. Profesor, me atë analizë ju bët pak më lart, pra i bie që ne midis asaj që po ndodh në Ukrainë dhe në linjën e mesme jemi si sanduiç mes. Kush është pazari, skenari më i keq i pazarit, ndoshta nuk është fjala e duhur që mund ta dëmtojë ne në këtë mes. Pa llogaritur pastaj tek ajo që ju thatë në fund, ndoshta një takim në shtëpinë e bardhë, çfarë mund ndodhte po ti thriste Trumpi të dy liderët e Kosovës dhe të Serbisë atje. Por tek ajo e kam fjalën tek marrëveshja, po e përsëris një herë fjalën, ndoshta nuk është e duhur apo pazari që mund ta dëmtojë ne për këtë. Nuk du të harrojmë faktin që në zyrën e Vale sa ishte Trumpi që nënshkrua një marrëveshje në shtatorin e vitit 2020. Dhe ajo marrëveshje nuk prodhoi diçka konkrete në uljen e tensionit mes Serbisë dhe Kosovës. Pati diçka pozitive për Kosovën atë marrëveshje, sepse u njoh nga ana e Izraelit dhe ajo ishte një prej njohjeve më të fuqishme viteve të fundit. Por nuk shkua më tutje, ajo marrëveshje që kufizua në raportet ekonomike, në marrëdhëniet ekonomike me Serbisë dhe Kosovës. Ka mundësi që Donald Trump mund t'i rikthehet asaj marrëveshje dhe plotësimit të saj me elemente tjera që garantojnë paqen, sepse sipas Donald Trumpit paqja ushqehet me veprime thjesht tregu, marrëveshje tregtare, kanë ma e gjuhe shprehjen deal. Pra, edhe mund të ketë diçka të kësaj natyre, por kam përshtypjen që mund të jemi edhe para një fakti tjetër që përmbys gati thujse komplet përpjekjet e 2 dekadave të fundit të Brukselit për të vazhduar zgjidhjen e çështjeve të papërmbyllura në Ballkan, e kam fjalën e raportit jo vetëm mes Prishtinës dhe Beogradit, por edhe mes Beogradit dhe Sarajevës, Beogradit dhe Podgoricës, për të përmbyllur pra këtë histori në një mënyrë që nuk do të mund të cilësoj si vazhdim i frymës së dialogut me evropianët. Nëse në rrafshin evropian kemi pasur dialog kryesisht